Horoskopi ditor e Mërkur 25 qershor 2025. Horoskopi ditor i Dashit 25 qershor 2025. Dashi, sot sjell një mundësi për të ndalur dhe reflektuar mbi arritjet e fundit dhe për të planifikuar lëvizjen tuaj të ardhshme të guximshme. Kozmosi inkurajon një moment pushimi për të rimbushur energjinë tuaj. Në jetën tuaj profesionale, qëndroni të hapur ndaj reagimeve dhe merrni në konsiderat ide inovative që mund të duken të pazakonta në shikim të parë. Financiarisht, edhe një investim i vogël mund të rritet nëse vazhdoni me kujdes dhe mençuri. Një takim shoqëror spontan mund të çojë në një lidhje kuptimplote, ndoshta duke shkaktuar interes romantik. Kushtojini vëmendje të madhe shëndetit tuaj duke i kushtuar kohë ushtrimeve dhe të ngrënit me kujdes. Mbani komunikimi me të dashurit. Pasi një bisede sinqert mund të ofrojë mbështetjen emocionale që ju nevojitet. Kanalizoni çdo zhgënjim në ndjekje krijuese. Do të gjeni frymëzim në këtë proces. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, merrni në konsiderat shkëputje nga bota digjitale për një vetanalizëm më të thellë. Ky pushim do t'ju ndihmojë të fitoni qartësi dhe të përgatiteni për sfidat e ardhshme. Besoni në forcën tuaj të brendshme për përpjekjet e ardhshme. Horoskopi ditor i Demit, 25 qershor 2025. Demi, rreshtimi i planetëve sot nxjerr në pa çështjet e zemrës. Komunikimi i hapur në marrëdhënie do të jetë i dobishëm, duke krijuar lidhje më të thella me të dashurit. Në punë, përqendrohuni në bashkëpunim mbi ndjekjet individuale, pasi puna në grup mund të sjellë sukses të papritur. Financiarisht, sot sugjeron moderim. Shmangni blerjet impulsive dhe planifikoni kursimet. Një takim i rastësishëm ose një njohje e re mund t'ju prezantojë me perspektiva të reja, duke zgjeruar pikpamjet tuaja mbi rritjen personale. Emocionalisht, ky është një moment për vetëdhëmshuri. Prandaj jepini vetes hirin për të përpunuar çdo ndjenjë të mbetur. Kanalizoni kreativitetin tuaj në hobi që ju sjellin gëzim dhe rigjallërojnë shpirtin tuaj. Mund të lindin shqetësime familjare, të cilat kërkojnë udhëzimin tuaj praktik. Prandaj besoni instinkteve tuaja. Ndërsa dita mbaron, kënaquni në pak vetmi për paqe dhe meditim. Ekuilibri është çelësi, Demi. Prandaj gjeni terrenin e mesëm midis përgjegjësive dhe kujdesit për veten për të lundruar energjitë e ditës me një sjellje të qëndrueshme. Horoskopi ditor i Binjakëve, 25 qershor 2025. Binjakët, yjet sot favorizojnë vetanalizën dhe vetëzbulimin. Zhytuni në projekte krijuese që shfaqin talentet dhe vizionet tuaja unike. Profesionalisht, kjo është një kohë për të ndarë ide. Pasi bashkëpunimi do të tërheqë vëmendje nga figura me ndikim, duke mundësuar avancimin e karrierës suaj. Financiarisht, rishikimi i vendimeve të kaluara mund të ofrojë njohuri mbi strategjitë e ardhshme. Marrëdhëniet mund të hasin disa turbulenca. Komunikimi i sinqert është thelbësor për të sqaruar keqkuptimet. Shërimi emocional theksohet. Merrni në konsiderat mbajtjen e një ditari ose kërkimin e mbështetjes nga miq të besuar. Natyra juaj e dyfisht mund të ndihet veçanërisht e theksuar. Gjeni ekuilibër në aktivitetet që mbështesin energjinë tuaj. Shoqërisht, përqafoni ftesat për të zgjeruar rrjetin tuaj. Miqësitë e reja mund të çojnë në mundësi emocionuese. Jepini përparësi shëndetit duke përfshirë stërvitje të shkurtra dhe gjallëruese në rutinën tuaj dhe kushtojini vëmendje pushimit. Ndërsa afrohet mbrëmja, shijoni një libër ose film të preferuar për t'u çlodhur. Besoni në përshtatshmërinë dhe qëndrueshmërinë tuaj për të lundruar në sfidat e ditës me hir, Binjak. Horoskopi ditor i Gafores, 25 qershor 2025. Gaforia, sot ju fton të përqendroheni në kultivimin e botës suaj të brendshme. Natyra juaj empatike do të amplifikohet. Përdoreni atë për të mbështetur të dashurit tuaj duke ruajtur kufit tuaj emocional. Në sferën profesionale, shfrytëzoni intuitën tuaj për udhëzime mbi çështje komplekse dhe besoni instinkteve tuaja gjatë proceseve të vendimarrjes. Financiarisht, reflektoni mbi qëllimet tuaja afatgjata dhe bëni rregullime aty ku është e nevojshme. Marrëdhëniet përfitojnë nga cenueshmëria. Prandaj ndani ndjenjat tuaja për të nxitur intimitetin. Kushtojini vëmendje kujdesit për vete me një ritual qetësues, siç është një banjë e ngrohtë ose një shëtitje në natyrë. Ndërsa ndjeshmëritë rriten, mos harroni të mbështeteni në tokë duke u rilidhur me hobi që frymëzojnë paqe. Mund të shfaqen njohuri të reja rreth ëndrave personale. Shënoni këto zbulime në ditar për të fituar qartësi. Koha e mbrëmjes kalohet më së miri në një mjedis të njohur të rrethuar nga rehatia, ku mund të rimbushni energjitë tuaja.
Përqafojeni këtë ditë me një zemër të hapur, duke lejuar që dëmshuria juaj natyrore të udhëheqë ndër veprimet tuaja dhe të thellojë lidhjen tuaj me universin. Horoskopi ditor i Luanit, 25 qershor 2025. Luani, energjia qiellore sot ju nxit të përqafoni cilësitë tuaja natyrore të leadershipit. Nisni projekte të reja ose rigjallëroni ato ekzistuese me talentin tuaj unik krijues. Profesionalisht, pohoni vete me besim, por qëndroni të hapur ndaj kontributit të tjerëve për një punë ekipore të ekuilibruar. Financiarisht, vendimet e kujdesshme do të sjellin përfitime afatgjata. Merrni në konsiderat rishikimin e investimeve ose planeve të kursimit. Angazhimet shoqërore do të nxisin entuziazëm, duke çuar në mundësi të mundshme rrjedhëzimi. Në marrëdhëniet personale, karizma juaj do të tërheqë admirues. Mos harroni të dëgjoni në mënyrë aktive dhe të ndani vëmendjen. Shprehni pasionet tuaja artistike për të frymëzuar ata përreth jush. Një pikturë ose performancë mund të kapë aspekte të padukshme të vetes. Jepini përparësi shëndetit duke u angazhuar në një rutinë dinamike, ushtrimesh që kanalizon vitalitetin tuaj. Gjatë momenteve më të qeta, meditoni mbi përvojat e fundit për të mbledhur mençuri për rritje personale. Ndërsa bie mbrëmja, rrethojeni vete me të dashurit në festimin e fitoreve të vogla. Shijoni ndjenjën e komunitetit dhe mbështetjes që ushen natyrën tuaj ekspresive. Luani. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 25 qershor 2025. Virgjëresha, yjet sot sugjerojnë një rivlerësim të qëllimeve personale dhe profesionale. Qartësia në komunikim do të jetë aleati juaj më i madh, duke mundësuar përparimin dhe duke parandaluar keqkuptimet. Organizoni detyrat me kujdes për të rritur produktivitetin dhe për të siguruar që asgjë të mos bjerë në harres. Financiarisht, jini të kujdesshëm me shpenzimet, duke zgjedhur cilësinë mbi sasinë, duke ruajtur një buxhet të shëndetshëm. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes akteve të shërbimit, prandaj ofroni ndihmë nëse jeni në gjendje ta bëni këtë. Kjo do të forcojë më tej lidhjet. Përqafoni ndryshimet në rutinë me fleksibilitet. Ato mund të çojnë në përfitime të paparashikuara. Nga ana shëndetësore, ushqeni trupin tuaj me zgjedhje të shëndetshme ushqimore dhe jepni përparësi stërvitjeve të rregullta për të ruajtur nivelet e energjisë. Një aratisje e shkurtër në një mjedis të ri mund të ofrojë frymëzim dhe perspektiva të freskëta. Kaloni kohë të qetë duke reflektuar, duke lejuar që njohurit të reja të dalin në pa. Balanconi intelektin me intuitën për të zhbllokuar shtigje të mundshme përpara. Qasuni kësaj dite me mendje të hapur dhe gatishmëri për të përshtatur, duke drejtuar me besim atë që ju pret. Horoskopi ditor i Peshores, 25 qershor 2025. Peshorja, harmonia është tema e ditës, duke ju nxitur të kërkoni ekuilibër midis dëshirave personale dhe përgjegjësive. Profesionalisht, synoni bashkëpunimin dhe kompromisin për të lehtësuar suksesin e ekipit. Besoni në diplomacinë tuaj për të lundruar në situata komplekse. Krijoni marrëveshje të dobishme për të gjitha palët e përfshira. Financiarisht, merrni në konsiderat rishikimin e buxheteve ose planeve të kursimit për të siguruar stabilitetin në të ardhmen. Në marrëdhënie, jepni përparësi bisedave kuptimplote për të forcuar lidhjet emocionale. Përqafoni ndjekjet krijuese për të shprehur gëzimet tuaja të brendshme dhe për të frymëzuar të tjerët. Një aktivitet në grup mund të thellojë lidhje shoqërore. Tensioni mund të lindë brenda dinamikës familjare. Ruani paqe me dëgjim të vëmendshëm dhe empati. Shëndeti përfiton nga një fokus në mirëqenie mendore. Prandaj përfshini praktikat e vetëdijes ose jogën për lehtësimin e stresit. Mbrëmja ofron një mundësi për meditime introspektive, ndoshta duke eksploruar një libër të ri ose një film klasik. Ekuilibri midis introspeksionit dhe ndërveprimit sot do të kultivojë qetësinë dhe rritjen personale, duke ofruar një pasqyrë të re në balancimin e kërkesave të jetës me qetësinë. Horoskopi ditor i Akrepit, 25 qershor 2025. Akrepi, shtrirjet qiellore të sotme nxjerrin në pa natyrën tuaj hetuese. Gërmoni thellë në projekte dhe shmangni shpërqendrimet sipërfaqësore për të përmbushur ambiciet tuaja. Profesionalisht, kjo hap rrugën për përparime, veçanërisht nëse shfrytëzoni zgjuarsinë tuaj në kapërcimin e pengesave. Vlerësoni strategjitë aktuale financiare për përmirësime të mundshme. Mundësitë e investimit mund të lindin papritur. Nga tërresat romantike përfitojnë tani nga transparenca dhe pasioni, ndërsa autenticiteti ju afron me të tjerët. Balanconi energjitë intensive me ndjekje të qeta si meditimi ose shëtitjet në natyrë për të rimbushur. Përvojat e reja kultivojnë rritjen.
merrni në konsiderat të mësoni një aftësi ose gjuhë për të zgjeruar horizontet. Besojini emocioneve për të drejtuar lidhjet ndërpersonale, por qëndroni të kujdesshëm ndaj keqkuptimeve. Lidhjet me familjen mund të forcohen kur shprehni mirënjohje dhe vlerësim për mbështetjen e përbashkët. Ndërsa afrohet mbrëmja, ndaloni për të reflektuar mbi arritjet dhe shijoni sukseset. Rezistenca dhe intuita sot ju fuqizojnë, duke udhëhequr vendimet dhe duke ushqyer ndjekjet e jetës suaj. Akrepi. Horoskopi ditor i shigjetarit, 25 qershor 2025. Shigjetari, sot është plot me mundësi për aventura dhe zgjerim të horizonteve tuaja. Universi ju shtyn të eksploroni territore të reja, intelektualisht ose fizikisht, prandaj përqafojeni spontanitetin. Në karrierën tuaj, kjo është një kohë e favorshme për të filluar projekte që përputhen me vizionin tuaj. Përfitoni nga njohuritë tuaja të fituara me mund. Financiarisht mbani syt hapur për perspektivat e ardhshme, por qëndroni të kujdesshëm ndaj sipërmarrjeve spekulative. Marrëdhëniet kërkojnë përqendrim në thellimin e lidhjeve. Dialogët me zemër të hapur zbulojnë dimensione të reja në lidhjet tuaja. Përqafoni shkëmbimet kulturore ose filozofike për të shuar kuriozitetin tuaj. Ringjallni shëndetin me aktivitete në diell për të angazhuar shpirtin tuaj të gjallë. Ndani gëzimet me miq dhe familjen që nxisin të qeshura dhe kreativitet. Ndërsa dita kalon, kënaquni me introspeksionin përmes aktiviteteve si shkrimi i ditarit, kapja reflektimeve që udhëheqin rrugën tuaj. Përqafoni të vërtetat e ditës. Pikpamja juaj optimiste lejon lundrimin e sfidave me hir, duke balancuar ëndrat me realitetin ndërsa qëndroni të rënjosur në autenticitetin tuaj. Horoskopi ditor i Bricjapit, 25 qershor 2025. Bricjap, qasja juaj metodike sot do të lulëzojë ndërsa nxit progresin dhe qartësinë në detyra komplekse. Energjia qiellore favorizon planifikimin e strukturuar, duke ju nxitur të rishikoni qëllimet afatgjata. Profesionalisht, leadershipi juaj mund të thirret për të ndërmjetësuar sfidat ose për të udhëhequr projektet, duke nxjerrë në pa forcën tuaj në përballimin e përgjegjësive. Financiarisht, ndani burimet me mençuri, duke investuar më shumë në investime që sigurojnë stabilitet në të ardhmen. Në jetën personale, qëndroni të duruar dhe të kujdesshëm, ndërsa ushqeni marrëdhënie kuptimplote që kërkojnë ndjeshmëri. Angazhimi në argëtime krijuese mund të shërbejë si një pushim nga stresorët rutinë të punës. Ruani shëndetin duke miratuar rutinat e ekuilibruara. Ushtrime dhe vaktet ushqyese ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të energjisë. Takimet shoqërore ofrojnë ndriçim dhe argëtim, duke nxitur miqësitë e vendosura dhe njohjet e reja. Mbrëmja shërben më së miri për reflektim të qetë mbi momentet fitimtare dhe strategjitë e menduara për përpjekjet e ardhshme. Përdorni mundësitë e sotme për të forcuar arritjet me qëndrueshmëri, vendosmëri dhe një sy drejt horizontit. Bricjap. Horoskopi ditor i Ujorit, 25 qershor 2025. Ujori, shtrirjet planetare të sotme ftojnë inovacionin dhe ndryshimet emocionuese, perfekte për të eksploruar ide të reja dhe për të diversifikuar perspektiva. Në sferën tuaj profesionale, propozoni zgjidhje radikale ose filloni projekte që nxjerrin në pas gjuarsinë tuaj. Kjo mund të hapë dyert të pavërejtura më parë. Financiarisht, konceptualizoni një strategji për rritje në të ardhmen, por shmangni vendimet impulsive. Marrëdhëniet personale lulëzojnë me dialog autentik dhe ëndra të përbashkëta. Ndiqni lidhje njohëse që ndezin pasionet tuaja. Ndërveprimet shoqërore favorizohen, prandaj kënaquni në tubime që festojnë interesa ose kauza unike. Jepini përparësi shëndetit mendor duke u angazhuar në aktivitete stresuese, të tilla si yoga ose një mënyrë krijuese, duke përforcuar qartësinë mendore. Përqafoni sfidat si mundësi për rritje, duke u besuar instinkteve kur përballeni me vendime të rëndësishme. Ndërsa dita zhvillohet, kërkoni ngushëllim në vetmi për të përpunuar njohuri dhe zbulime të reja. Energjia e ditës nxit transformimin dhe entuziazmin, duke ju shtyrë drejt mundësive të pafundme të mbështetura nga shpirti juaj natyrshëm vizionar. Horoskopi ditor i Peshqve, 25 qershor 2025. Peshqit, yjet sot ndriçojnë natyrën tuaj intuitive dhe ndërrimtare, duke ju inkurajuar të përqafoni përpjekjet e sinqerta me krah hapur. Kërkoni frymëzim në aktivitete krijuese, duke lejuar imagjinatën t'ju udhëheqë dhe ngrej lart shpirtin. Profesionalisht, mbështetuni intuitës për të lundruar në dinamika komplekse, duke mundësuar leadership dhe përparim të dhemshur. Financiarisht, miratoni një qasje të menduar mirë. Shmangni shpenzimet impulsive duke ju përmbajtur planeve të buxhetit.
Marrëdhëniet përfshin momente butësie, shkëmbimet kuptimplote sot forcojnë lidhjet emocionale. Thelloni vetëdijen përmes meditimit ose shprehjes artistike, duke sjell paqe në mendimet e trazuara. Përfshirja në komunitet përputhet me tendencat tuaja empatike, duke ofruar përmbushje përmes misioneve të përbashkëta. Ruani mirëqenien emocionale duke vendosur kufi, duke siguruar ruajtjen e energjisë për të ushqyer rritjen personale. Mbrëmja ofron një pushim të qetë. Meditoni mbi arritje dhe ëndra që shpalosen në horizont, duke I parafruar aspiratat tuaja me energjinë kozmike. Mirëpritni harmoni rrjedhëse të ditës, duke krijuar hapësirë për njohuri të reja dhe frymëzime krijuese që të shfaqen me mirësjellje, duke Ju udhëhequr përpara. Nëse Ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.